Përshëndetje nga kuzhina e Nerit, sot kam vendosur me ndo me juve dhe një dietë super të lehtë edhe super efektive. Mas pari para se m'ja fillu me shpjegu këtë recetë e dietës, desha t'ju përgjigjem juve motrave që po më pyesni Neri pse nuk e postu që një kohë të gjatë recetat e gatimit. Neri çdo ditë gatuan si gjithmonë për familjen, veç se nuk po muj me postu hatri juve sepse jeni shumica në dietën me vezë, edhe kur po qes diçka ma rrallë Nerit, lutna mos poso kur gjo se jemi në dietë edhe po lakmujna. Kjo është arsyeja që pjau ndjeku juve dëshirat e juaja edhe po m'vjen keq. Kjo dietë është shumë e lehtë për me mbajt edhe super efektive pra për humbjet peshës, sidomos tash në kurat e nxehta edhe për shkërirjen e dhjamit në pjesën e barkut pra. Krejt që kanë nevojiten janë vetëm kastraveca për ndryshe të rongujt e freskët. Si duhet ta përdorni këtë dietë për me humb pra pesh, me udopsu për ndryshe edhe me shkri dhjamin, sidomos në pjesën e barkut, është kjo. I merrni ton ditën sa herë ju të keni uri pra, krejt ditën mundeni me hongër kastraveca. Të freskët i pastroni edhe mundeni me levore, pa levore. Natyrisht është mirë me levore, sepse vitaminat janë poashtu në levore, kështu që ton ditën, sa herë ju që të keni uri, edhe pse ja u largon atë oreksin për ndryshe për me hongër ëmbëlsira edhe ju mbajnë me të vërtet poashtu nget, të rongujt për ndryshe kastravecat janë 95%, gati 96% përmbajnë pra vetëm ujë brenda, kështu që nuk kanë as pak kalori. Për ndryshe mundeni me pi ton ditën, edhe është shumë e shëndetshme të gjithë e dini ato, edhe shumë ujë me pi gjatë ditës edhe kastraveca me hongër ton ditën, sidomos ju që e keni të mbjellura në bashqet e juaja, veç që qelni derën e serës ose në bashqet që keni të mbjellura jashtë serës, ton ditën merrni kastraveca hani edhe shifni vet efektin. Sa duhet ta mbani këtë dietë, mund ta mbani sa juve tash nuk e di sa ju nevojitet trupi ju, sa kilogram keni qef ju mi humb, derisa ta arrini peshën e juaj që ju dëshironi. Pra, ton ditën, gjatë ditës, sa herë keni uri vetëm kastraveca. Kur gjë tjetër me konsumu përveç kastravecave, kafe mundeni me pi për shembull sa doni, pa sheqer edhe pa qumësht normal, ujë siç e ceka edhe në fillim, ujë sa ma shumë 2 deri në 3 litra, që është keni ju etje, edhe kastraveca pra ton ditën sa herë ju keni uri. Provoni edhe bindeni vetë, e shifni vetë pra efektin, që është keni më dopsu, që është kam ju shkri pra dhjamin e pjesën e barkut, edhe si gjithmonë keni më mshënu edhe me më falenderu për efektin e kësaj diete që përmbohet vetëm nga kastravecat e fresk që i pastroni edhe i konsumoni gjatë ditës. Ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave mia. Faleminderit për përkrojën që ma bani, komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit. Ju them miru pafshim.